Pas disa vitesh pa raste të raportuara, Fruthi është faqur sërish në Shqipëri me konfigurimin e rastit të parë të vitit 2025. Sëmundja është diagnostikuar te një fëmijë që ka ardhur nga Anglia, i cili rezulton të mos ketë qenë i vaksinuar, një faktor kyç që ka ndikuar në prekje nga virusi. Fëmia ndodhet aktualisht i shtruar në shërbimin e pediatrisë infektive, ku po merr trajtimin e nevojshëm dhe po monitorohet nga mjekët specialist. Paralelisht janë marrë të gjitha masat për izolimin e rastit dhe për ndalimin e përhapjes së virusit në përputhje me protokollet kombëtare të shëndetit publik. Instituti i Shëndetit Publik ka nisur me një herë hetimin epidemiologjik, duke gjurmuar kontaktet e afërta dhe duke vlerësuar rrezikun e përhapjes në komunitet. Sipas të dhënave zyrtare, deri në këtë fazë nuk janë evidentuar raste të tjera të fruthit, ndërsa autoritetet sigurojnë se situata mbetet e kontrolluar. Ekspertët e shëndetit publik theksojnë se fruthi është një sëmundje jashtëzakonisht ngjitse, e cila mund të përhapet shpejt, veçanërisht në komunitetet ku niveli i vaksinimit është i ulët. Për këtë arsye, ISHP-ja dhe mjekët specialistë u bën thirrje prindërve që të respektojnë kalendarin e vaksinimit dhe të mos neglizhojnë imunizimin e fëmijëve. Sipas specialistëve, vaksina kundër fruthit jo vetëm që mbron fëmijët nga infeksioni, por edhe parandalon komplikacione serioze që mund të shoqërojnë sëmundjen si pneumoni, encefalit apo dëmtime të tjera afatgjata shëndetësore. Autoritetet shëndetësore apelojnë gjithashtu për rritjen e vigjilencës nga ana e institucioneve shëndetësore dhe komunitetit, duke kërkuar që çdo rast i dyshuar të referohet menjëherë për ekzaminim dhe trajtim. Qëllimi mbetet parandalimi i një përhapje më të gjerë dhe mbrojtja e shëndetit publik.